Përshëndetje, unë jam Klaudia dhe sot ndodhem në NTD Hospital për të kryer operacionin e hundës. Zgjodha NT pasi shumë njerëz të njohur kanë kryer operacionin këtu dhe kanë pasur rezultate fantastike. Pas konsultës me doktor Leander Vishaj, pam që përveç anës estetike kisha probleme në anën funksionale. Zgjodha që t'i besoja duarve të doktor Leander Vishaj pasi doja një rezultat sa më natyral. Sot është dita e operacionit, unë jam shumë emocionuar dhe mezi pres të shoh rezultatin tim. Klaudia, përshëndetje! Erdhe sot e vendose, këtu jemi në salën e operacionit. Si e lam ne? Ne lam që do bënim çik estetik, do me do hiqnim pjesën e kurizit, do të zvoglonim pak pjesën e majës, sepse e ke çik të trash majën, normalisht e ke çik tulde, e ke bulboze i themi ne në gjuhën mjekësore. Do ta bëjmë edhe pak ngritje pjesës majës që të dukesh më bukur. Ti ishe edhe mis, dhe normalisht ne do japim maksimumin tonë që ti të arrish perfeksion të hunda jote. Njëkohësisht ishte edhe shumë e rëndësishme ajo pjesa brenda hundës që kishe vështirësi me frymarrjen. Ne do ta rregullojmë gjatëse ndërhyrje që ti jo të kesh vetëm hundën e bukur, por ta kesh dhe nga ana e frymarrjes të kesh një frymarrje të lirshme. Okej, se nuk ka hundë bukur, po nuk mori frym. Unë kështu mendoj. Tani do vinë goca dhe do të bëjnë gjumë dhe pastaj do të shohim me turin se si do shkojë ndërhyrja jote. Mirë? Përshëndetje nga unë Klaudia, sot jam 7 ditë mbasi që së kapsës të hundës, dhe si shikoni, rezultati është natyral dhe perfekt ashtu siç unë e doja. Unë shoh që dita ditës e demat e hundës po bien dhe më në fund unë po marr frymë lirisht, pasi para operacionit hunda ime ishte totalisht e bllokuar. Falenderoj shumë doktor Leander Vishaj dhe stafin e mrekullueshëm të NTD Hospital. Thank you.